pastër, pa vlerat politike 35 vjeçare, ju përshëndes të gjithë. Po është e vërtet që policia ka zbatuar urdhrat të ardhur nga jakat e bardha, na ka arrestuar, vetëm se kemi qëndruar në shesh, kemi protestuar, por duat ju boj me dije. Policia është shteti shqiptar, po flas për policët që kryejnë detyrat. Janë njerëz të mrekullueshëm, janë vëllezërit tanë. Asnjëherë nuk guxojmë me kriju një asmërinë mes popullit dhe bijve të tij që i shërbejnë popullit. Pra për policët e shtetit. E keqja nuk vjen nga ata që zbatojnë urdhra. E keqja vjen nga ata që i japin urdhrat. Dhe urdhrat i jep sigurisht sociopati Edi Rama, Taulan Balla dhe të tjerët që janë bërë më shumë si blogerë të rrjeteve sociale, sesa si njerëz që duhet të drejtojnë me seriozitet shtetin, seriozitetin që nuk e kanë pas kur. Sot në protestën tonë para parlamentit, dikush ka vepruar jashtë rregullave të protestës. Ne nuk pajtohemi që policia e shtetit të dhunohet me mjetet forta. Ata bëjnë detyrën, duhet ta kuptojnë të gjithë. E kemi nisur këtë protestë paqësore dhe paqësore do të arrijmë qëllimin deri në tërheqjen e satanit Edi Rama në krye të Shqipërisë. Për kësaj foltore ju kërkoj të gjithëve. Respektoni çdo policë në rrugë. Respektoni çdo policë që del para nesh në protestë. Nuk është vullneti i tyre, është urdhri që atyre ju jepet për të dalë në shesh. Pra, besoj që i kam thënë të gjitha. Është politika korruptive, mafioze, antikombëtare, shqiptare, 35 vjeçare. Rrof populli paqëdashës, rrof Shqipëria e lirë, pa parti të ndyra.